Unë e bleva mbulesën, abajan thot për të falur, por ma gjeti thot mami, ma hodhi në blera, sepse s'do që unë të falem, më mallkoj thot, më zen mallkimet në këtë rast, sepse kam dëgjuar se mallkimet e prindërve pra thot të zen. Duhet të dim, se në këtë dynja, Allahu i lartësuar na ka krijuar për një qëllim. Me adhuru atë. Zoti i gjithësisë thot në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjindet dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë. Allahu i lartësuar ka urdhëruar në Kur'an që me adhuru atë dhe me ju bind prindërve. Por bindja ndaj prindërve është në çdo çështje tjetër përveç nëse të urdhërojnë me kundërshtu të madhin Zot. Allahu i lartësuar ka urdhëruar në Kur'an me fal namaz. Në mbi 72 vende në Kur'an porosit me fal namazin. Po ashtu Zoti i gjithësisë e ka urdhëruar femrën me umbulu. Kështu që nuk ka bindje ndaj krijesës në kundërshtim me krijuesin. E përderisa pra ti fal namazin duke u bind Allahut lartësuar, nëse prindi pra të mallkon nëse ti falesh, kjo mallkat nuk të zë. Por këshilloja atë që mos mallkoj, pra mos mallkoj fare, por sidomos për gjëra të tilla. Sepse ti po i bindesh Allahut lartësuar dhe Zoti i gjithësisë ka përparësi ndaj krijesave. Allahu të rujt.